Në meshën për Krishtlindjen, besimtarët ortodoks në Shkodër kanë përjetuar lindjen e Krishtit. Mesha është drejtuar nga famultari At Nikola Petani. Pasi janë kryer nga besimtarët të gjitha ritet, siç e kërkon kjo ditë e veçantë, At Nikola Petani ka lexuar edhe mesazhin e kryepeshkopit të Kishës Ortodokse të Shqipërisë, Anastas Janulatos. Në këtë mesazh Janulatos ka përcjellur urimin për të gjithë të krishterët dhe mbar popullin shqiptar. Ne si besimtarë shpresojmë që linja e Zotit të hyjë thellë në zemrat edhe shpirtin e çdo besimtarit e krishter, sepse kjo linja e Zotit transformoi historinë njerëzore. Sot bota njoh një histori tjetër. Sot bota njoh një lindje tjetër e ndryshme nga lindjet e tjera. Sot bota njoh shpëtimtarin. Atë shumë e deshti Zoti botën sa dha dhe birin e tij të vetëm lindur, që kushdo që të besojë në të të mos u mbas. Sot Perëndia me dashurinë e tij zbriti në tokë edhe u trupëzua, u mishërua edhe u bë njeri. Pas përfundimit të meshës së Krishtlindjes në Kishën Ortodokse, është bërë edhe pritja e rastit. Muftiu i Shkodrës, Imam Muhamet Sytari, duke uruar për këtë festë, theksoi se është shumë e rëndësishme roli që luajnë komunitetet fetare në forcimin e mirëkuptimit dhe të besimit mes njëri tjetrit. Në emër të miftinisë, mesazhin e përcolli teologu Arben Halluni. Është një ditë e veçantë, sepse një koincidencë e bukur. Sot të gjithë shqiptarët festojnë Krishtlindjet, por edhe ne besimtarët muslimanë përkujtojmë edhe vullën e mbar profecisë e Hazreti Muhamedit alayhis salam. Pra një koincidencë që tregon për vllazërimin që kanë pasur këto dy njerëz të Zotit, të dërguar të Zotit fuqiplot, të cilët kanë qenë shembull për harmoninë, bashkëtesën dhe paqen, vlerat të cilat ne po vazhdojmë t'i kultivojmë dhe t'i ushqejmë hithtarët tonë të gjitha besimeve pa përjashtim. Ndërsa në emër të besimtarëve katolik, urimet në Kishën Ortodokse Shkodër i ka përcjell Don Maurel Gjerkaj, ministër provincial i Kishës Franceskane. Ai veçoi harmoninë mes besimtarëve, pavarësisht përkatësisë fetare. U bajmë urimet tona në emër krejt Bashkisë Krishtere dhe të Monsignor Angelos, e gjithë këty ne që jemi në Shqipëri, atë Aleksandrit, e gjithë vllazënve ortodoks e të krishterë që janë në Shkodër në krejt vendin tonë, linja e Krishtit për paqen e bekimin në zemrën e çdo njeriu, e bafë që me të vërtetë të dimë me i pranu tjetrin. Ta luftojmë këtë indiferencë që shpeshherë në shoqërinë e sotme bahet pjesë, tu mos leju që Krishti lind. E dimë me i pa edhe ata njerëz të cilët shpeshherë kem harruar me i pa në sy. Edhe ata njerëz që para nesh kanë nevojë për shikimin ton, për buzëqeshjen ton, për gëzimin ton. E të jetë me të vërtetë ky moment paqe për çdo familje, për çdo njeri në veçantë.